Gjykata kushtetuese ka rrëzuar kërkesën e ish-ministrit të Shëndetësisë Ilir Beqaj për shfuqizimin e masës së sigurisë arrest me burg, duke lënë në fuqi vendimet e dhëna më herët nga gjykata e posaçme dhe apeli i saj. Vendimi u bë publik më 28 janar 2026, ndërsa përmes avokatit, Beqaj ka shpërndar një letër drejtuar anëtarëve të gjykatës kushtetuese, ku shpreh pakënaqësinë për procesin dhe mënyrën e shqyrtimit të kërkesës së tij. Në reagimin e tij, ish-ministri thotë se ende nuk ka dieni për rezultatin e plotë të votimit, por thekson se rrëzimi i kërkesës nënkupton votimin kundër nga të paktën 4 gjyqtar, ose mundësisht unanimisht nga të 8 anëtarët e trupës. Beqaj kritikon kozgjatjen e shqyrtimit të çështjes, duke theksuar se kërkesa është depozituar në korrik 2025, ndërsa vendimi u shpall pas 7 muajsh, duke cilësuar këtë vonesë si një proces që humb funksionin e tij garantues për lirinë personale. Ai pretendon se gjatë gjithë kësaj periudhe nuk u dha mundësia të dëgjojë drejt për drejt nga gjykata kushtetuese dhe se procedurat e brendshme kanë penguar të paraqes argumentet e tij në seancë. Në letër, Beqaj e vënë në dyshim arsyetimin e gjykatave më të ulta për ekzistencën e rrezikut të largimit nga vendi, duke theksuar se akuzat ndaj tij janë ndërtuar mbi amendje dhe kualifikime të gabuara ligjore, përfshirë statusin e funksionarit të lartë, korrupsionin pasiv, mashtrimin dhe shkeljen e barazisë në tendera. Sipas tij, veprat penale janë rënduar artificialisht për të justifikuar masën e arrestit, ndërkohë që në një procedim tjetër penal më të rënd, ai ka qenë në masë më të lehtë sigurie. Ish-ministri kritikon gjithashtu rolin e gjykatës kushtetuese, duke akuzuar se po vepron si një shkallë e katërt e gjyqësorit dhe jo si një gjykatë e ligjit, me arsyetime formale dhe procedurale. Në fund të reagimit, Beqaj u bën thirrje anëtarëve të kushtetueses që në vendimin e arsyetuar të japin orientime të qarta për interpretimin e ligjit penal, kompetencat e SPAK-ut dhe përdorimin e standardeve europiane me qëllim forcimin e shtetit dhe të së drejtës dhe mbrojtjen reale të lirisë individuale.